Horoskopi për ditën e njëjtë 9 korrik 2026. Qielli karakterizohet nga një dinamik mjaft e shpejtë dhe intensive. Hëna ndodhet në shenjën e ajrit te binjakët, duke u bashkuar në një konjunksion të saktë me Marsin. Ky tranzit elektrik sjell një fluks të jashtëzakonshëm idesh, dëshirë për veprim të menjëhershëm dhe një rritje të ndjeshme të komunikimit. Në të njëjtën kohë formohet një aspekt mjaft harmonik sekstili me Mërkurin te Luani, gjë që favorizon strategjitë mediatike, zgjuarsinë në biznes dhe lëvizjet e shpejta të inteligjencës. Dhe le t'i ndjekim shenjat një nga një. Dashi, kjo e njëjtë aktivizon në mënyrë të jashtëzakonshme shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, ideve, mesazheve dhe rrjeteve sociale. Bashkimi i hënës me planetin tuaj udhëheqës Marsin te binjakët ju pajis me një shpejtësi të lartë mendore dhe një guxim të madh për të prezantuar projekte të reja online apo për të kryer biseda pune mjaft të rëndësishme. Aspekti pozitiv me Mërkurin te Luani ju dhuron një fuqi të madhe bindëse, duke bërë që fjalët tuaja të kenë një ndikim të fortë te bashkëpunëtorët apo audienca juaj. Në aspektin material është dita e përkryer për të bërë lëvizje të shpejta strategjike, por tregoni kujdes të verifikoni dokumentet ose kode teknike për të shmangur nxitimin. Në sferën e ndjenjave, dialogu merr një kthes mjaft dinamike dhe plot pasion. Në çift, dëshira për të provuar diçka të re dhe për të ndarë ide origjinale do të shkrijë çdo lloj monotonie, duke sjellë një ndjesi të bukur freskie. Beqarët e dashit do të përfshihen në flirte mjaft stimuluese intelektuale në platformat sociale. Demi, fokusi i kësaj dite përqendrohet tërësisht te sektori juaj i financave, të ardhurave direkte dhe vlerësimit të kapitaleve tuaja ekzistuese. Hëna dhe Marsi bashkohen në shtëpinë tuaj të dytë te binjakët, gjë që ju jep një motivim dhe një shtys mjaft të fortë për të gjetur burime të reja fitimi apo për të rritur rendimentin e biznesit tuaj. Sekstili me Mërkurin ju ndihmon të bëni negociata mjaft të zgjuara dhe të strukturosh shpenzimet me një mpretësi të lartë logjike. Është momenti ideal për të mbyllur marrëveshje praktike që kërkojnë reagim të shpejtë. Në sferën sentimentale, kërkoni që marrëdhënia të bazohet mbi fakte dhe siguri reale. Në çift, diskutimet rreth planeve materiale, investimeve në shtëpi apo buxhetit të përbashkët do të ecin mjaft përpara nëse tregoni fleksibilitet dhe dëgjoni me vëmendje sugjerimet e partnerit. Beqarët e Demit do të jenë mjaft selektiv sot, duke u ndjerë të tërhequr vetëm nga njerëz të përgjegjshëm që ofrojnë stabilitet dhe qëndrueshmëri në biseda. Binjakët, ju jeni udhëheqësit absolut të këtij konstelacioni kozmik për këtë të njëjtë, pasi Hëna dhe Marsi bashkohen saktësisht në shenjën tuaj. Ky tranzit i fuqishëm ju dhuron një vitalitet të jashtëzakonshëm, karizmë mjaft të lartë dhe një vullnet prej çeliku për të marrë në dorë çdo projekt apo situatë të pezulluar në biznes. Aspekti i shkëlqyer me Mërkurin te Luani rrit ndjeshëm popularitetin tuaj, duke ju sjellë një mbarësi të madhe në platformat mediatike dhe në idetë tuaja krijuese. Është dita perfekte për të spikatur, për të prezantuar strategji të reja apo për të rritur audiencën tuaj. Në sferën e ndjenjave, magnetizmi juaj është thjesht elektrik dhe i paprecedent. Në çift do të jeni ju ata që do të sillni dinamizëm, propozime për aktivitete të reja dhe biseda plot humore, paqe shpirtërore që do të rigjallërojnë marrëdhënien. Beqarët e binjakëve do të magjepsin çdo që do t'ju dalë përpara, duke pasur mundësi të shumta ndërveprimi romantik. Gaforia, kjo e njëjtë ju fton në një proces mjaft të thellë introspeksioni, rishikimi dhe përgatitje strategjike në prapasken. Hëna dhe Marsi pozicionohen në shtëpinë tuaj të 12 të ndërgjegjes, izolimit konstruktiv dhe planeve të fshehura te binjakët. Ky tranzit tregon se puna që do të kryeni në privatësi larg vëmendjes së të tjerëve apo pa e bërë publike në rrjetet sociale do të ketë një impakt dhe një qëndrueshmëri mjaft të fortë në suksesin tuaj të ardhshëm. Sekstili me Mërkurin ju ndihmon të analizoni detaje teknike me një qetësi dhe ftohtësi mjaft të madhe logjike. Në sferën e ndjenjave keni nevojë për të krijuar një zonë të fortë qetësie emocionale. Në çift, shkëputja për pak orë nga dinamika e përditshme dhe ndarja e momenteve intime në shtëpi do të forcojnë ndjeshëm lidhjen me partnerin. Beqarët e Gafores do të reflektojnë thellë për dëshirat e tyre duke vendosur kufi të qartë ndaj çdo personi që nuk u ofron qetësi reale.
Luani, një valë e madhe populariteti, dinamizmi dhe zgjerimi të rrjeteve tuaja shoqërore vjen këtë të enjte për shenjën tuaj. Mërkuri në shenjën tuaj formon një aspekt mjaft harmonik me Hënën dhe Marsin te binjakët, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të 11 të miqve, projekteve në grupe dhe platformave online. Ky pozicionim planetar ju jep një shtysë të fuqishme për të rritur audiencën, për të bashkëpunuar me komunitetin tuaj apo për të nisur projekte të mëdha mediatike që premtojnë rritje materiale afatgjatë. Fjalët tuaja kanë një peshë të madhe dhe një fuqi të lartë bindëse. Në sferën e ndjenjave, jeta shoqërore ndikon mjaft pozitivisht në romancën tuaj. Në çift, ndarja e të njëjtave qëllime për të ardhmen ose pjesëmarrja në aktivitete të përbashkëta shoqërore do të sjellë mjaft entuziazëm dhe harmoni të bukur. Beqarët e Luanit do të jenë në qendër të vëmendjes në çdo ambient, duke tërhequr flirte mjaft intensive dhe plot shkëndija. Virgjëresha, suksesi profesional, karriera dhe qëllimet tuaja afatgjata marrin një hovë mjaft të madh dhe kërkues këtë të enjte. Hëna dhe Marsi bashkohen në pikën më të lartë të qiellit tuaj te binjakët, në shtëpinë e 10 të statusit shoqëror, imazhit publik dhe biznesit. Ky tranzit ju pajis me një ambicie të fortë, leadership të lartë dhe një dëshirë të madhe për të ndryshuar rrethanat e punës suaj apo për të marrë përgjegjësi të reja. Sekstili me Mërkurin ju ndihmon të strukturoni planet tuaja me një saktësi kirurgjikale dhe të prezantoni ide tuaja përpara e prorëve apo bashkëpunëtorëve në mënyrë mjaft profesionale. Në sferën sentimentale, ngarkesa profesionale mund të krijojë pak distancë. Në çift tregoni kujdes të mos e trazoni stresin e punës në shtëpi. Një bisedë e shtruar dhe mbështetja e pakushtëzuar do të vlerësohen maksimalisht nga partneri. Beqarët do të tërheqin njerëz mjaft ambicioz që admirojnë qëndrueshmërinë tuaj. Peshorja, kjo e enjte ju sjell një zgjerim të jashtëzakonshëm të horizonteve tuaja mendore, dëshirës për liri të plot dhe projekteve në platformat online. Hëna dhe Marsit e binjakët aktivizojnë shtëpinë tuaj të 9 të botimeve, trajnimeve dhe marrëdhënieve me jashtë, duke formuar një aspekt mjaft fatlum dhe harmonik me vetë shenjën tuaj. Ky tranzit favorizon në mënyrë të veçantë lancimin e strategjive të reja krijuese, apo edhe zgjerimin e biznesit tuaj nëse është mediatik, pasi keni një fuqi të madhe bindëse dhe një intuit mjaft të mpret. Në sferën e ndjenjave, komunikimi merr një rrjedhë mjaft origjinale dhe entuziaste. Në çift, planifikimi i një udhëtimi të shkurtër apo diskutimi rreth planeve tuaja shpirtërore do të rrisë në mënyrë të ndjeshme harmoninë dhe pasionin reciprok me njeriun e zemrës. Beqarët e peshores do të përjetojnë një tërheqje mjaft të fortë intelektuale përmes bisedave mjaft stimuluese online që do t'ju ndezin kurreshtjen. Akrepi, kjo ditë shënon një moment mjaft vendimtar për sa i përket menaxhimit të investimeve tuaja strategjike, burimeve të përbashkëta apo zgjidhjes së llogarive të vjetra që kërkojnë fokus. Hëna dhe Marsi bashkohen te binjakët, saktësisht në shtëpinë tuaj të 8 të kapitaleve, taksave dhe marrëveshjeve private. Ky pozicionim ju jep një mpretësi të jashtëzakonshme dhe një gjak ftohtësi logjike për të ristrukturuar buxhetin e biznesit tuaj ose për të bërë lëvizje materiale mjaft të shpejta me rrezik minimal. Sekstili me Mërkurin ju ndihmon të zbuloni detaje të fshehura me mjaft të zgjuarsi. Në sferën e ndjenjave, ky tranzit sjell një nevojë për intimitet mjaft të thellë dhe pasion të madh. Në çift, besimi reciprok dhe zgjidhja e një shqetësimi të vjetër përmes një bisede serioze do të jetë çelësi për të forcuar lidhjen. Beqarët e Akrepit do të kenë një sharm mjaft magnetik dhe misterioz sot, duke tërhequr njerëz që urrejnë sipërfaqësinë. Shigjetari, marrëdhëniet tuaja zyrtare, kontratat e biznesit, klientela dhe jeta në çift janë në qendër të vëmendjes absolute për këtë të enjte. Hëna dhe Marsi bashkohen direkt përballë shenjës suaj të binjakët në shtëpinë tuaj të 7 të partneriteteve. Ky konstelacion i fuqishëm tregon se ky sektor do të jetë mjaft dinamik, elektrik dhe kërkues. Përdorni diplomacinë tuaj natyrale dhe sekstilin e shkëlqyer me Mërkurin te Luani për të arritur marrëveshje mjaft të favorshme dhe për të shmangur çdo lloj nxitimi apo reagimi impulsiv gjatë negociatave të punës. Në sferën sentimentale, marrëdhënia në çift kërkon mjaft fleksibilitet dhe durim.
Dëgjoni me vëmendje nevojat e partnerit tuaj përpara se të nxirrni konkluzione, gjë që do të parandalojë tensionet dhe do të shtojë bashkëpunimin. Beqarët e shigjetarit do të tërheqin njerëz mjaft komunikues dhe dinamik që do t'ju sfidojnë intelektualisht në dialogje mjaft interesante romantike. Britësia kjo e një të vënjë theks mjaft të madh të strukturimi i rutinës suaj të përditshme profesionale, menaxhimi i punëve praktike dhe kujdesi ndaj produktivitetit tuaj. Hëna dhe Marsi bashkohen te binjakët duke ndriçuar shtëpinë tuaj të gjashtë të punës së përditshme dhe detyrave teknike. Ky tranzit ju jep energjinë, fokusin dhe efikasitetin e duhur për të organizuar me përpjekje minimale punët më të vështira apo dokumentet e prapambetura të biznesit tuaj. Sekstili me Mërkurin ju ndihmon të aplikoni metoda moderne që ju lehtësojnë performancën online dhe sjellin mbarësi materiale. Në sferën sentimentale, përkushtimi i pastër dhe ndihma praktike ndaj njerëzve të afërt do të vlerësohen mjaft lart këtë ditë. Në çift, mbështetja reciproke në detyrat e përditshme dhe menaxhimi i përbashkët i planeve materiale do të rrisë ndjeshëm harmoninë dhe ndjenjën e sigurisë. Beqarët do të tërhiqen nga njerëz mjaft të përgjegjshëm. Ujori, një ditë absolutisht e mrekullueshme, plot fat të pastër, frymëzim dhe shprehje të lirë të krijimtarisë suaj, po vjen për shenjën tuaj. Hëna dhe Marsi bashkohen te binjakët, saktësisht në shtëpinë tuaj të pestë të fatit, talenteve, investimeve të pavarura dhe dashurisë, duke formuar një aspekt mjaft harmonik dhe të pastër me vetë shenjën tuaj. Nëse merreni me krijim përmbajtjeje, projekte arti apo menaxhoni një biznes tuaj, sot idetë tuaja do të kenë një dinamizëm të jashtëzakonshëm dhe do të priten mjaft mirë nga audienca fal sekstilit me Mërkurin, duke ju sjellë përfitime materiale afatgjata. Në dashuri, romanca dhe flirtet janë në kulmin e tyre më të bukur. Në çift, dita premton momente plot pasion, të qeshura dhe surpriza elektrike që do të thyejnë plotësisht monotoninë. Beqarët e ujorit do të përjetojnë një tërheqje mjaft të fortë shpirtërore dhe intelektuale me njerëz mjaft origjinal. Dhe peshqit, për shenjën tuaj, kjo e njëjtë zhvendos fokusin kryesor të shtëpia, familja, pronat ose konsolidimi i stabilitetit tuaj bazë emocional dhe privat. Hëna dhe Marsi bashkohen te binjakët në shtëpinë tuaj të 4 diellore, gjë që tregon se do të keni mjaft dinamizëm, lëvizje apo punë praktike në ambientin tuaj privat. Sekstili i shkëlqyer me Mërkurin ju sjell një impretësi të madhe për të zgjidhur çdo ngërç dokumentesh apo investimi që lidhet me asetet familjare, duke ju sjellë një ndjesi të fortë sigurie. Në sferën e ndjenjave keni nevojë për një zonë të fortë privatësie. Në çift, kalimi i mbrëmjes në shtëpi me partnerin larg zhurmës së botës së jashtme apo rrjeteve sociale do t'ju falë një ndjesi të fortë paqeje, ngrohtësie dhe do të forcojë besimin reciprok. Beqarët do të reflektojnë thellë për dëshirat e tyre shpirtërore, duke kërkuar stabilitet real.